Në Durrës po bëhet vendosja e parkimeve me pagesë në rrugët e qytetit. Infrastruktura për këtë qëllim tashmë është përfunduar dhe zbatimi duket vetëm çështje kohe. Në thelb rrugët publike po transformohen në hapësira të tarifuara, ku dhe ndalimi i një makine nuk do të jetë më i lirë. Ky zhvillim i ri vjen në një moment kur qytetarët ndihen gjithnjë dhe më shumë të ngarkuar ekonomikisht. Për shumë prej tyre, ky vendim nuk shihet si rregullim i trafikut apo i kaosit urban, por si një tjetër mënyrë për të mbledhur para nga një qytet që tashmë jep pak dhe kërkon shumë. Reagimi është i ashpër. Ndjesia se barra po vendoset gjithmonë mbi të njëjtët njerëz pas një lehtësim real në këmbim. Ajo që e bën situatën edhe më të debatueshme është gjendja e infrastrukturës rrugore. Në shumë lagje të qytetit, rrugët janë të amortizuara, të dëmtuara dhe shpesh të pakalueshme normalisht. Prej vitesh, ndërhyrje serioze janë të rralla ose të pjeshme, duke lënë qytetin në një gjendje të dukshme negligjence. Rruga Kumini është një nga shembujt më të qartë të kësaj braktisje institucionale, një rrugë me rëndësi historike që sot është kthyer në simbol të degradimit urban, me gropa të shumta dhe një infrastrukturë të shkatërruar. Por ajo nuk është përjashtim, është pjesë e një panorame më të gjerë, ku shumë rrugë të qytetit ndajnë të njëjtin fat. Në këtë realitet vendosja e parkimeve me pagesë shihet si një kontrast i fortë dhe i vrazhd. Nga njëra anë qytetarëve kërkohet të paguajnë në çdo hapësirë publike, nga ana tjetër nuk shohin kthimin real të shërbimeve në rrugë të rregulluara apo infrastrukturë dinjitoze për Durrësin. Kjo ka forcuar bindjen se prioritet nuk është përmirësimi i jetës së qytetit, por shfrytëzimi i tij financiar, duke kthyer hapësirën publike në burim të ardhurash, ndërsa vetë qyteti mbetet i lënë pas dore.